qoftë se ne, shqiptarët, kemi luftra, unë do të përmendësha luftën e Skënderbeut, luftën nacionale shqiptare dhe luftën për shtirimin e Kosovës. Pavarësisht nga ca nuk du me ju vojemna që përpiqen ta jollosin, përpiqen ta poshtrojnë, por ajo nuk zën vend. Lufta nacionale shqiptare e popullit shqiptar tashmë është një fakt që ka hyrë në histori. Po të shofish historitë, enciklopeditë e vendeve të ndryshme, kudo përmendet lufta e një populli të vogël që u bën shembull jo vetëm për numrin e të vrarëve për fund popullsisë, ku Shqipëria është një ndër vendet e para, gjithmonë për popullsisë, për dëmin që u shkaktuan, por dhe për luftën, sepse ne arritëm që një popull kaq i vogël, sa ishim në atë kohë, pas 1.900.000, në fund të luftës ne patëm 70.000 partizan. Një shifër